Ai ka qenë burimi i ushqimit për fëmijën për disa muaj apo vite me radhë. Barku ka qenë atje ai, le të themi, shtrati i bebit për 9 muaj. Normalisht ndryshimet do të ndodhin. Nëna përpos gjirit barkut dhe pamjes fizike të nënës, dhe në lidhje me proceset të ndryshme të bebit, qoftë edhe nëse nëna zgjedh të mos ushqej me gjith. Unë jam e para që bëj thirrje gjithë mamave të ushqejnë me gjith, sepse vlerat e qumshtit të gjirit patjetër nuk i le të përpiqen gjithë laboratorët e botës nuk i arrin asnjëherë. Por nëse nëna për një arsye të caktuar nuk mundet ose zgjedh, atëherë kush jemi ne ta gjykojmë? Pra, në fund të ditës jo vetëm mamat, por ne jemi një shoqëri në faktorin gjykuese, paragjykuese dhe jemi të parët që drejtojmë gishtin dhe xhokujt për çdo gjë. Kjo vjen sidomos në rastet kur unë si Artemisa nuk kam një kufir intim personal të ma respektojnë dhe normalisht ta reflektoj dhe të kufiri i mamave të tjera. Pra do t'jem me para që ato gjykimet që mua mi bëjnë dhe unë i lejoj të mi bëjnë, do t'i bëj unë ndaj mamave të tjera.